Nërsa mëkati i shtatë është të akuzosh, të bas shpifje për gratë e ndershme, kinë se këto janë duke ba punë amorale. Ne, i lëshojmë i gjuhën, qardhe, këshëre kjo ku shkoj, kjo shkarë duke ba. I që pa e pa, thjesht, një lëvizje, pa e konfirmu, pa e holumtu. Pas të dhe nuk ka nevoj me lumtu, pëse ti holumtu? Kush jeti? Holumtus, shpion, shtetot organe për cilë në këtë punë. Këto e në për gjunahe ma të rrezikshme dhe ma shkatruse. Hadithi thot largoheni nga 7 mëkate shkatruse. Kër e kam pyet një dietar, e kanë pyetur Ibn Abbasin, djali i Haxhës Resulullahit, ka thënë sa gjunahet janë të mëdha? Më janë 700. Ma afër 700 që se 7. 7 të përmen figurativisht. Po njona nër vetin ngërthejnë 10, qetra 10, ka thënë ma afër janë 700 se 700. Edhe unë ka me përmen një numër të madh të gjunave të mëdha, që banë me zemër, që banë me gjymtyr, në raport me Zotin, raport me njeriun, dhe raport me pronën, edhe kështu me radhë.